Dinamo nuk shkon më shumë se barazimi 2-2 në Qemal Stafa përballë rivalëve të Laçit. Pika art kjo për Dinamovitët që u duhet të mbledhin sa më shumë të jetë mundur për të mbijetuar në Superligë. Në fillim të takimit janë blut e Tiranës si tentojnë të paret. Vjen arkimi për në zonë, por aty Kuli nuk arrin të dërgoj topin në rrjet. Përpiqen Laçanët nga krau, por mbrojtja largon, më pas Ermullaj godet, por i pasakt. Disa çaste më pas janë sërish Kurbinasit që tentojnë. Vjen goditja, por e pasakt. Gjatë minutave të fundit të fraksionit të parë, Dinamo arrin të fitojë një goditje dënimi që ekzekutohet në çast, por Vashaku shpëton portën. Me rikthimin në fushë, Dinamovitët fitojnë një 11 metrash. Ekzekuton Kuli, por gjuajtja e tij është e pasakt. Por fati i buzëqesh sërish Dinamos. Diarmati godet bukur nga distanca duke realizuar kështu një Eurogol që jep avantazhin në të 55-ën kryeqytetësve. Tentojnë Laçanët të kundërpërgjigjen, por ndërhyrja e Osmanit është vendimtare. Disa minuta më pas, ose më saktësisht në të 70-ën, Kurbinasit arrin të gjejnë golin e barazimit. Doku përfiton nga një top i kthyer keq nga mbrojtja dhe arrin të dërgojë atë në rrjet, duke barazuar kështu shifra. 1-1 dhe gjithçka nis nga e para. Por kjo barazpesh nuk arrin të qëndrojë në fuqi për një kohë të gjatë, pasi në minutën e 83 Laçanët arrin të fitojnë një goditje dënimi. Ekzekuton Shazivari duke mposhtur kështu Osmanin. 1-2 dhe tashmë Kurbinasit janë avantazh. Përpiqet Kaja me një gjuajtje nga distanca, por topi shkon drejt në duart e Vashakut. Goli i barazimit për Dinamon vjen vetëm në limitet e kohës së rregullt dhe për këtë mendon talenti i ri i Dinamos Marku që dërgon saktësisht topin në rrjet duke mposhtur kështu Vashakun. Përfundon kështu në barazim takimi mes këtyre dy rivalëve që kanë ndarë nga një pikë në javën e 19 të Superligës.